kum pas ofertë me shkue, por nuk jem shkue, kum pas ofertën. Pse ke refuzu? Nuk ka pëlqy, se jam kon veç vet, vllaznis kum pas, babën e kum pas pa shef, nona më ka vdekë edhe nuk kum dash prindë me lon vet. Më që liberalizimi vizave dhe shpërngulja e trive për Kosovë, do më thonë po ndikon që me met plesht vetëm për shtëpitë e tyre. Vizat që janë hek është shumë mirë se mujnë të secili me dalë edhe me këshyr jetën që është edhe atje. Mirë po nuk është të arsyeshme me shku njëri për të jetën atje, me lon vendin tonë këtu se familjen për shembull, po dikush kush ka vendosur veç me shku atje, mirë se shkon, edhe sheh edhe veç ç'është, po nuk është edhe gërbeti mirë që po menojnë ta triftet se vendi huaj është, vendi jo gjithmonë më mirë. Mirë po na shtë zoti këtu me kon që rritën do paga, edhe më bo ma mirë këtu, besoj që këtu është ma mirë. A e ka personalisht jashtë ndonjëherë? Jo, po kum pas ofertë me shkue, po nuk jem shkue, kum pas ofertën. Pse ke refuzu? Nuk ka pëlqy, se jam kon veç vet, vllaznis kum pas, babën e kum pas pa shef, nona më ka vdekë edhe nuk kum dash prindë me lon vet. Për hatër të babës Për hatër të babës nuk e kum lon, po. S'ka është gjithçka veç perëndime me lon të më babën në shtëpi. Nuk është në rregull, e kum vendosur me ne këtu. A jetu punon këtu? Po, jam aktor edhe këngëtar jam me apo ja arrin me dal me pagën me tyra që i merr që me mbulu shpenzimet po, mirë, alhamdulillah pi Allahut i dalë po bom me shtëpinë time, kam mirë është, alhamdulillah pi Allah, çat e ka thujë lumi Allah, mirë është. Personalisht a një dikon në familje ose në rrethën familjar ose të njëjtësisë që është në agj ose në hall që ka me vet si shkak që fëmijët nuk i ka këtu edhe kanë emigruar. Në familje tonë jo, nuk ka ndodhur ajo. Hala, inshallah nuk ndodh kurrë, me shku jashtë me lon prindin vet. Po besoj që prindi nuk është mi me lon vet, sa i të ka rrit, ka edukut, ka plusat ku je, e me lon vet, mja këtu shpinë shumë keq. Unë më neq ashtu, jam gabim, po realiteti që ajo. E bëj thirrje rinis që me ne këto më shumë se më mira.